Fondi muzeor i Muzeut Historik Osokuka në qytetin e Shkodrës pasorohet me disa objekte rëndësishme të dhuruara nga trashëgimtar të Kolit Romenos. Këtij muzeu dhurua një skulpturë Kolit Romenos dhe disa veshje të motrës tonë, motra i Romenos, për përgjegjësin e Muzeut të Shkodrës Melinda Laçaj. Ky është rikthimi i vlerave kulturore dhe shpirtërore në rrjenjët identitare të qytetit të Shkodrës. Sot është një ditë e veçantë. Për fatën e mirë na doli edhe dielli, është një augur i mirë. Fondi muzeor i Muzeut Historik të qytetit të Shkodrës tashmë pasurohet me disa objekte shumë të rëndësishme të dhuruara nga trashëgimtarët e një figure të jashtëzakonshme që qyteti ynë ka si Kolit Romeno. Është një fat i madh sepse është një rikthim simbolik tashmë i kësaj figure në qytetin tonë. Është një rikthim i vlerave kulturore por edhe shpirtërore në rrënjët identitare të qytetit tonë. Valentino Leshi dhe Viktor Toshi janë trashëgimtarë të familjes Romeno. Ato theksojnë se dhurimi bëhet për të ruajtur traditën, ndërkohë përveç kulturës u dhuruan disa veshje të motrës tonë, ku mundësi ishte për më shumë, por një pjesë e veshjeve janë ndjekur gjatë luftës në Kosovë, thekson Leshi. Kem dhuru këtë bustin bashkë me djalin e hallës Viktorin. Kem pas dëshirë të madhe për me dhuru këtë bust, me qenë një farloj si sheje që me ruaj traditën. Dhe Viktori ka qenë iniciator kryesor për me punu këtë skulpturë dhe ka paqet këtë skulpturin për me punu këtë. Atëherë dëshim që si sa kohë hulumtojshim ku dojmë me dhuru, dëshim që do të japim në Shkodër, po atëherë kem konsultu ku dojmë me dhuru, dhe më thonë atëherë u vendos të jepet në muzej si donacion i muzejit. Jam shumë i kënaqur për ku e kom punu këtu në muzej, edhe në Shkodër. Gjyshja jeme, Matilda, e ka dorëzu mamën jeme. Mama jeme i ka rujt dhe mi ka dhonë ato para një 15-20 vjetëve, e unë i kom rujt edhe tash i kom pru. Është një gjamadone, do pelhura, do senet original, motrës tone që ka përcel vajzën në Kosovë. Ne kishim pas edhe ma shumë kësi roba ose pjesë të kësej Matildës, mirë po na patëm një fat keq se kem pas luftë në Kosovë. Gjithat, ato që ka kem mujtë mi rujt, i kanë kallë. Nuk i kanë kallë me qëllim vetëm ato, por na kanë kallë shtëpiat, krejt, atëherë me ato kanë kallë edhe sende tjera që kem pas edhe do sende shumë vlefshme prej gjyshës tonë aty. Se gjyshja ka ardhur në Pej, ka jetu në Pej, në shtëpinë ku kemi jetuar edhe na. Aty ka pas edhe shumë pjesë të robëve, shumë që kishim trashëguar prej saj, po lufta i ka dje krejt. Skulptura figurës shumë të shuar të Shkodrës Kolit Romeno është realizuar para 12 vitesh.